Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Rama është fodull, nuk di të bëj asgjë. Ish-banorja e shtëpisë së famshme ofendon kryeministrin. Në një intervistë të fundit, aktoreja Julia Iliriani, e cila ka qenë dhe ish-banore në edicionin e 2 të VIP-ave, ka folur në lidhje me kandidaturën e saj në listën e PD-s dhe jo vetëm. Teksa u pyet pse zgjodhi Berishën dhe jo Ramën, aktoreja e cilëson kryeministrin e vendit si një fodull që nuk di të bëj asgjë. Erdhi shumë natyrshëm, unë nuk e kam menduar ndonjëherë veten në politik. Kam marrë gjithmonë informacion se çfarë ndodh, por asnjëherë s'e kam menduar të përfshirë. Kur u futa në shtëpinë e famshme, u futa për të bërë një lojë time. E gjeta veten që më etiketuan si një person që isha për të dhënë mesazhe. Mendoj që kjo ka filluar me idenë që të shfaq veten në dimensionin tim më të mirë. Ajo shprehet për Ramën që e ka injoruar që në shkollë, sepse kanë qenë të dy në të njëjtën klasë, ai ka qenë fodull gjithmonë, të riqu se na lodhe as pikturën se bëre as politikën nuk po e bën. U shpreh Julia në drejtim të Ramës.